Ndalohet gjuetia e Koranit në liçenin e Ohrit, pasi kjo është periudha e shumimit të kësaj specie të rrallë. Sipas Martin Jaçellarit nga organizata e peshkimit në Pogradec, ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit rastet e paligjshmërisë në liçen janë minimizuar ndjeshëm. Nëse vitin e kaluar janë sekuestruar rjeta dhe varka peshkimi, këtë vit deri më tani kemi vetëm një rast të gjuetisë së paligjshme. Sipas tij, kjo ka ardhur për shkak të ashpërsimit të kuadrit ligjor për të gjithë ata peshkatarë që kërkojnë të peshkojnë në këtë periudhë kur gjuetia është ndaluar. Janë marrë masa për ndalimin e gjuetisë totalisht. Me fjalë për të zbatuar sa më mirë urdhrin e ministrit edhe për të ruajtur gjuetinë e peshkimit në liçenin e Ohrit. Kjo për arsye sepse Korani bën ripopullimin e vet, bën prodhimin e vet. Në rast se dikush kapet në gjuetit paligjshme, konstatohet në liçen, sekuestrohen mjetet e peshkimit, edhe më pas shkon me gjobë e cila vendosen nga inspektorati i peshkimit ose ndjekje penale sipas rastit. Ndalimi i gjuetisë ka sjell gjithashtu mungesë të Koranit të freskët në treg, përfshi këtu edhe restorantet. Në Koran në treg sot Koran të freskët nuk mund të gjesh, sepse kjo është ndaluar gjuetia e Koranit dhe nuk mund të dalë Korani freskët në liçen. Restorantet në muajin nëntor, që një periudhë e mirë kur lejoshte gjuetia e peshkimit, që një periudhë e mirë gjuetia ku kishte edhe peshk, kapën peshkatar, i kanë marrë masat për festat. Gjatë kësaj periudhe, rreth 70 peshkatar janë të lejuar të peshkojnë me qëllim grumbullimin e vezëve të Koranit, ndërkohë që peshku pas marrjes së vezëve lëshohet sërish në ujërat e liçenit. Gjuetia e Koranit është ndaluar deri në fund të janarit.